nuk arrihet marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës nëse nuk plotësohen ato kritere. A do të jetë gati PDK-ja t'jap emra ose do të shkoj s'pari në takim dhe është PDK-ja për një president konsensual? E kemi mbyllur çështjen e takimeve të cilat janë farsë e Albin Kurtit. Partia Demokratike e Kosovës nuk do të merr pjesë në takime të cilat i shërbejnë atij për të krijuar kinse përpjekje për të jep zgjidhje institucioneve të vendit. Po të kishte vullnet politik, Albin Kurti e para nuk do të aftonte seancën ditën e fundit para përmbylljes së afatit kushtetues. Po të kishte ngutit krijimit të institucioneve. Nuk do të diskutonte për president, po do ta zgjedhte kryetarin e kuvendit, do të zgjedhte nënkryetart nga parti tjera, do të uleshin parti tjera politike për të provuar që të japin Kosovës edhe president. Por mënyra se si ai do të imponoj, sepse një gjë na ka mësuar përvoja dhe koha dhe do të na jap të drejtë. Albin Kurti e ka rënuar bashkëpunimin, Albin Kurti e ka rënuar kompromisin, Albin Kurti e ka rënuar shoqërinë dhe e ka darë në dysh, e ka ndarë në dy pole. Shihni sot vetëm skenat brenda kuvendit të Kosovës dhe keni parasysh se për çfarë Kosove po flasin. A janë nevojat që i ka njerëz, ky polarizim që e ka përquar lëvizja vetëvendosja, apo është mirëqenia, stagnimi, çmimet, varfërimi, trit që sot duhet ta shohim perspektivën në Shtetet Bashkimit Evropian. Shihni dhënat e fundit të organizatave ndërkombëtare, Kosova sot është para një zbrazje totale dhe ne do ta shohim sa po të na shkojnë bashkëdhetarët të kthehen në